Kurtër, dua fillimisht që të kem një ndoshta pasqyrim për në orët në vijim, a e vijoni, le të themi, festën, si zgjidhni ta kaloni, besoj deri në fund se pavarësia nuk ka vetëm orët e para ku shihen, le të themi, ceremoni shtetërore zyrtare. Ato janë disi që nuk kemi kosovarë që po them nuk kemi çare pa i përcjell sepse kemi atë profesion, por nëse shihet këtu në prapavin time, vetura e një miku tim është të solisur me flamurin e UÇK-s, me flamuri kombëtar dhe gjithë Prishtina është po ashtu, kemi edhe motociklistë të cilët ndonë në këto temperatura me të ulta që besa edhe me borë, ka nis pak edhe bora, me na fresku ndoshta, ose me na sjell lajme të mira për këtë vit, për 18 vjetorin e pavarësisë, është padyshim një kënaqësi dhe krenari. E festojmë, secili e feston në forma të ndryshme. Ne zgjedhim ndoshta, nuk e di, ndonse edhe si gjenerat jemi rritur pak më shumë me ushtrinë shërimtare të Kosovës, jemi rritur në ato institucione të cilat i quajmë ne në për oda, në për gjëra tradicionale, do të vazhdojmë së pari të vizitojmë disa prej veteranëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, të vizitojmë edhe invalid luftës, të shkojmë në për oda të tyre, aty këndohet me sharkime shqiptëri, u këndohet herojve, u këndohet të shmorve, u këndohet që besa edhe të gjallëve tash, sepse ka shumë këngë të cilat janë dedikuar edhe ish presidentit Hashim Thaçi, Ramush Haradinajt, e që besa edhe shumë persona që janë të gjallë, por me të vërtet ata kanë kryer punën e tyre ashtu siç duhet, për ata arsye edhe janë bërë heroj të këtij populli, edhe ky popull në pas edhe i këndon në për vende të ndryshme.